Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Është zakonisht ditë martë, flasim rreth temës së edukatës së shpirtit ose pastrimit të tij, dhe është përmend në bisedat e mëhershme se Allahu subhanahu wa taala kur ka folur edhe shpirtit njerëzor në Kur'an ka përmend 3 lloje. Lloji I parë është shpirti I cili urdhëron për vepra jo të mira ose nxit njeriu për vepra jo të mira. Në surën Yusuf, Allahu subhanahu wa taala ka thënë inna an-nafsa la ammaratun bisu. Me të vërtet shpirti urdhënon shumë ka e keqja. Urdhënon shumë për të këqijat. Ammaratun bisu, do të urdhënon vazhdimisht me punu jo mirë. Ky është lloji I parë. Lloji I dytë që është përmendur në Kur'an është ajeti I surës Al-Qiyamah, ku Allahu subhanahu wa taala thot wa la uqsimu bin nafsil lawama. Dhe betohem në apo nuk betohem, ajeti kështu është përkthimi shkronjë për shkronjë, për shpirtin I cili është vetë kritikues. Lawame do të thonë që e kritikon vendin, që e kërkon llogari vendit. Ky është lloji I dytë. Lloji I tretë është shpirti I qetë, dhe shpirti I rahatum në besimin e tij. An-nafs al-mutma'inna. Allahu subhanahu wa taala thot ja ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, o ti shpirt I qetë, o ti shpirt I rahatum, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Futu në mesin, në grupin e robëve të mi, pra I thuhet këtij shpirt, futu në grupin e robëve të mi, futu në xhenetin tim. Disa ulema kanë thënë se këto trija ose janë etapa të shpirtit që I kalon një herë urdhon për keq, masanej nëse njeriu merret me edukimin ose pastrimin e shpirtit vet, bëhet vet kritik, do të thonë kalon grup në etapën e dytë, e nefse lewama, ajo që kur e bën punën e keqe, kritikon dhe s'ten rahat. Pse e bëne? A nuk e din që Allahu të shef, a nuk e din që Allahu e din atë që ke në zemër. Kjo është shpirti vet kritik. Dhe I treti, lloji I tretë kanë thënë mëse vazhdon me punu besimtari me edukimin edhe pastrimin e shpirtit vet, atëherë arrin te grada e tretë që është shpirti I qetë dhe I rahatum në besimin e tij. Disa tjerë kanë thënë jo, kjo mundën me kenë sifatet të të njëjtit shpirt tek çdo besimtar, tek çdo musliman. Do të thonë herë të urdhon për keq, herë është vet kritik, herë është I qetë dhe I rahatum. A e kuptoni ndryshimin? Jo që këto janë 3 fazat ndame, do me thonë, kur të shpëtosh prej asaj që nefsit të ngrej ka e keqja, nuk do me thonë që s'ke mu kthy mu aty. Por, ban vaki sot e ke fituat betejen me nefsin, e nesër e hum prap të thret ka e keqja, sot e vetë kritikon vedin kur e ban një punë që s'duhet, nesër ban vaki e ke harru këtë punë, nuk e kritikon vetën për një gabim që I ke bë. Sot ndoshta je I qetë dhe I rahatum, ndoshta kjo situatë nuk është e vazhdueshme, por ndryshon. Prandaj edhe kanë thënë sahabët se prej punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të vazhdueshme, kur e ka bën një punë, ka pas dëshirë dhe e ka vazhduar atë punë. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala ka premtuar në librin e tij dhe ka thënë walladina jahadu fina, dhe ata që përpiqen, për ata që bojnë xhihad në rrugën tonë, lenehdiyannahum subulana, do të thonë këtë rast lufta ndaj shpirtit, ndaj asaj që shpirti thret ka e keqja. Xhihadi që I thon me vetveten, që është përmendur edhe në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur I ka thënë shokëve vet në haxhin e lamtumirës, në një transmetim thuhet aty u kallëzoi se kush është besimtari. Besimtari është ai të cilit njerëzit ja besojnë pasunin edhe jetën. Ky është besimtari. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë I tillë, sepse idhujtarët Kurejsh kur kanë Mekë, kujt e kanë besuar pasuritë?
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë transmetim thotë besimtari është ai të cilit njerëzit ja lajnë në emanet edhe pasurinë edhe jetën, edhe janë të sigurt se s'ka sherr prej tij. Aty tregoj kush është muslimani është ai prej të cilit janë rahat të tjerët, muslimanët të tjerë edhe nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Pastaj në vazhdim të transmetimit thuhet aty tregoj se kush është mujahidi i vërtet. Mujahidi i vërtet është ai i cili e lufton nefsin e vet derisa ta udhëzojnë atje ku don Allahu subhanahu wa taala. Ajeti po thotë walladhina jahadu fina, dhe ata që janë mundu kanë bërë këtë xhihad me vetveten derisa kanë arritur kënaqësinë tonë për hir të Allahut, lanahdiyanahum subulana, kena me udhëzu në rrugët tona, në rrugët e hajrit, ka Allahu subhanahu wa taala. Ajo që kuptohet edhe prej hadithit edhe prej ajetit se nuk ka ndrysh përveç se me vazhdimsi, përveç se jo një ditë e dy, po për çdo ditë dhe në çdo moment ti e ke këtë betejë. Ulemat thonë kjo betejë nuk ndalet kurrë, dhe ai i cili këtë betejë e vazhdon me dritën e Allahut, me fuqinë e Allahut, me udhëzimin që e merr nga Kurani dhe nga Suneti, e vazhdon këtë betejë, ai ka me fitu këtë betejë me lejen e Allahut. Pse? Sepse Allahu ka premtuar në fund të ajetit që tha, lanahdiyanahum, kena me udhëzu në rrugën tonë. Ti 17 herë ditë lexon Fatihën. 17 herë ditë lexon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. O Allah, vetëm ty të adhurojmë, vetëm prej teje të ndihmë kërkojmë, me një herë mrapa na udhëzon rrugën e drejtë. Për çdo ditë. Prandaj kjo lufta në thojza, nëse mundem me thonë, me nefsin nuk është e përkohshme, është e përhershme dhe nuk është stabile, por ka herë është më e ashpër, ka herë është më e butë, ka herë është më intensive, ka herë më pak intensive. Allahu subhanahu wa taala i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Urdhëroje familjen tënde për namaz, me fal namazin. Një herë në ditë, 2 herë në ditë, 3 herë në ditë. Wastabir alaiha, dhe të jesh i vazhdueshëm dhe i durueshëm këtë vepër. Sa? Gjithmonë. Gjithmonë. Sa herë ti jesh prezent, kujtoja namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në shtëpi të i shërby familjes vet kur ka ardhur momenti ashtu rezoni, ka dhënë shembullin vet dhe dali pari me fal namazin, duke ja përkujtuar edhe të tjerëve. Wastabir alaiha. Mena, ndoshta është dita e fundit që je me ta. Ndoshta është dita e fundit që je me ta, qoftë nana, baba jot, gruaja jote, fëmijët e tuaj, mos del para Allahut pa ja kujtuar namazin, sepse ky urdhër i ka ardhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi po ky vlen për çdo musliman. Dhe jo i di dy, po gjithmonë. Wastabir alaiha. Kjo formë që është përdorur këtë ajet është forma më e fortë urdhëruese që mundet më shprehë në gjuhën arabe. Bën durim dhe ti jesh i vazhdueshëm. Dhe nuk ka dyshim se ti je në provë çdo ditë. Sprovohesh me këtë luftën, me këtë që i kanë thonë gjihadi i vogël me nefsin tënd. Thot Ibn Rejebi rahimullah, nëse këtë luftë ti e vazhdon duke kërkuar ndihmë prej Allahut në vazhdimsi, pa u nal, pa e lënë mazdoret, pa ja bën vetit me sy, kemë fituar këtë luftën. Dhe kemë u bë i vetë përmbajtun. I vetë përmbajtun, çfarë do të thonë i vetë përmbajtun? Do të thonë që nuk mund me të ngrejë nefsi ka dënaj, por e ke ti në kontroll. Po i vetë kontrollueshëm, i vetë përmbajtëm, i vetë kontrollueshëm. Nëse thot nuk e vazhdon këtë dhe e lën mazdoret, atëherë të kemu bë një rob i përbuzën i shejtanit dhe i nefsit tënd. Dhe kanë me të marrë në përkam nefsi jot dhe shejtani. Ndimën në sabah, ftoft, jeni në batanie, bjen zilja, mu që me falë sabahin, banvaki dhe ujë është i ftoft, duhet me marrë abdes, e ke një farë luftet me nefsin. Çdo kush e përjeton këtë. Po nëse ti je përparësi
asaj që Allahu ka thënë walladhina jahadu fina, i ban kundërvumje, e lufton këtë rast epshin tënd, edhe qohesh, atëherë Allahu subhanahu wa taala, nëse ti e vazhdon këtë, ka me ta bëj të lehtë, sepse ka premtuar ne hdiyannahum subulana. E për këtë duhet durim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa man tasabbara sabbarahu Allah." Ky hadith është mrekulli pedagogjike dhe edukative. Sepse thot, ai i cili e praktikon sabrin, do me thonë e mëson sabrin, do me thonë hin në autoshkollë me sabrin, për çdo ditë ban prova, për çdo ditë. Si ban prova? Në situata që i përplasën në jetën e përditshme, me ato që përballen në jetën e përditshme. Sabbarahullah, nëse e ban këtë për ditë, ka pak, e lufton veten që me keni durueshëm, Allahu subhanahu wa taala ka më adhuru durimin. Sabbarahullah ka më e bë durueshëm. Kjo arpi punët, ban vaki lodhen i stresum, ban vaki i këndru 2 fjalë me shefin, ka thu kur po shkën në shtëpi, aman shtrihem pak e të pushoj, sa të hesh në shtëpi, gruaja selamu aleikum, a prish lavatriçja, a prish lampa, duhet fëmijëve me ia blej këtë, hala pa ul në ajon. Tu i ke 2 mundësi. Ose ke mundësinë me bajnë këtë hadith që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tasabbara, kush e ushtron sabrin, Allahu ka më adhuru sabrin, ose ke mundësi tjetër, ti i fjalë, edhe ku del fundi, Allahu alem, Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa qulu lin-nasi husna", e thoni njerëzve fjalë të mira. Njerëzve në përgjithësi, e lënë më njerëzve të shtëpisë, kushdo qoftë nana, baba, gruaja, fëmijë, vllai, motra, kështu me radhë. E kjo është një betejë e cila nuk mbaron kurrë, mirë po nëse ti e vazhdon me qëndrueshmëri, përfundimi është shumë i mirë, sepse Allahu subhanahu wa taala premton udhëzim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum." Ai i cili don me mësu, mësohet për ditë ka pak. Dituria arrihet duke mësu për ditë ka pak. Wal hilmu bit-tahallum. Edhe butësia në sjellje, butësia si karakteristikë e njeriut, mësohet duke e ushtru butësinë, duke u kundërvu nefsit, edhe atëherë kur nefsi turnon që ti mos me keni butë. Ti thujo se Allahu e don butësinë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka diçka që ka butësinë të vetëm se Allahu ka më zbukuru. E asaj send që është marrë butësia edhe mirësia, Allahu e ka shëmtu. E të kujtohet kja dhe e vazhdon. Pastaj thot po në këtë hadith, po këtë transmetim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yataharra al-khayra yu'ta." E kush e kërkon hajrin, Allahu ja nep. E kush i ruhet sherrit, Allahu e largon prej sherrit. Pra të dyja kërkojnë një farë stërvitjet, një farë vazhdueshmëriet, një farë vigjilencet në lidhje me dëshirat e nefsit që mos me met gjithmonë të nefsër e mara bisu, aty ku taja etapa që thome që nefsi gjithmonë fton ka e keqja, po me ngrit dhe me pastru dhe me arrit me kënë vetë kritik, e inshallah dhe me kënë mutmain i qetë dhe hatu me lusim Allahu subhanahu wa taala me na udhëzu dhe me na falë. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.